do të marshoj drejt kryeministrisë, ambasadës italiane, por edhe të Bashkimit Evropian. Më pas, këta aktivistët do të marshojnë drejt qeshit Nën Tereza, për të nisur më pas drejt Lezhës dhe Gjadrit, atje ku do të jetë edhe destinacioni final i protestës së sotme, ku natyrisht atje do t'i presin edhe aktivistët tjerë të cilët e kanë nisur protestën pikërisht nga qyteti i Lezhës. Natyrisht që aktivistët e cilësojnë marrëveshjen Rama Meloni si një marrëveshje korruptive dhe kundër, le ta themi, është në shkelje të drejtave të njeriut, ashtu siç është tekstuar vazhdimisht. Ata natyrisht kërkojnë prishjen e kësaj marrëveshje, siç kanë kërkuar edhe gjatë këtyre 2 viteve, duke e cilësuar, siç teksova, si një marrëveshje korruptive. Natyrisht me pankarta në duar, siç edhe e shohim, ata theksojnë dhe i bëjnë thirrje gjithashtu, përveç kryeministrit shqiptar dhe kryeministres italiane, gjithashtu edhe përfaqësueses Bashkimit Evropian von der Leyen, por edhe presidentit amerikan Donald Trump, që duke i cilësuar pikërisht këta 4 personazhe kryesor si ata të cilët, le ta themi, dhanë jetë kësaj marrëveshje, pra për vendosjen e emigrantëve, pra kryesisht nga Afrika, të cilët kanë zbarkuar në brigjet italiane për të vendosur më pas pikërisht në kampin e Gjadrit në Lezhë. Dhe këta aktivistë pra e kundërshtojnë këtë nismë dhe këtë marrëveshje, duke cilësuar si shkelje të drejtave të shohim që ka pankarta, parrulla, Fredi aty, çfarë shkruhet, nëse mund na pikërisht bësh me dije? Atëherë, Meloni, Rama, von der Leyen, Trump. Nëse duket e kanë edhe me Trumpin aktivistët. Atëherë, pikërisht. Atëherë, ndalni luftën, thot, dhe më pas drejt ambasadës italiane dhe asaj të Bashkimit Evropian, dhe më pas drejt sheshit Nën Tereza. Pas, le ta themi, këtij marshimi këtu në kryeqytet, aktivistët dhe protestuesit në fakt do të nisen drejt kampit të Gjadrit për të protestuar atje më pas rreth orëve të mesditës, duhet theksuar. Si që shojnë për momentin janë ndalur, në fakt është ndalur marshimi, ndoshta edhe për të organizuar edhe më mirë, pas pak ne do të marrim, pse jo, edhe përshtypjet e aktivistëve apo deklaratat të tyre, pra. Ndërkohë, përveç aktivistëve, Alfred, ka dhe qytetarë cilët po i bashkohen këtij tubimi, këtij marshimi? Në fakt, janë edhe disa qytetarë, fakt duhet theksuar, përveç aktivistëve, ka dhe disa qytetarë të cilët i janë bashkuar këtij marshimi dhe kësaj proteste, pra.
Marrëveshje ilegale e quajnë aktivistët rënien dakord apo marrëveshjen mes kryeministit shqiptar Meloni dhe asaj italiane, kryeministit shqiptar Rama, ndjes dhe asaj italiane Giorgia Meloni për ndërtimin e kampit të emigrantëve, i cili është ngritur në gjadër, ka patur mjaft polemika dhe shumë zëra të cilët e kanë kundërshtuar jo vetëm në Shqipëri, por po ashtu edhe në Itali, konkretisht deputetët e opozitës, por edhe deputetët e tjerë kanë quajtur si shkelje e lirive dhe të drejtave të emigrantëve, pasi nuk mund të silleshin në Shqipëri. Gjykata ndërkombëtare ka qenë kundër, por po ashtu me sa duket vijon që tjetë në fuqi akoma marrëveshja, i ka kushtuar xhepave të taksapaguesve italian miliona euro, ndaj dhe mbetet pra një marrëveshje e cila do të shohim se si do të vijojë, ku sot shënohet 2 vjetori i lidhjes së kësaj kontrate, nëse mund ta quajmë, mes Shqipërisë dhe Italisë, 2 kryeministrave, të cilët do të deportojnë mijëra emigrantë në vendin tonë. Po, Alfred. Në fakt, le ta themi, përfshirja e presidentit amerikan Donald Trump në këtë, le ta themi, si që cilësojnë në fakt protestuesit, ka të bëjë me, le ta themi, financimin e luftrave, si që cilësojnë ata, duke i kërkuar dhe duke i drejtuar në fakt presidenti Trump që të ndaloj financimin e luftrave dhe deportimin e njerëzve, si që shojnë tashmë ndoshta dhe me qartë edhe në pankartën që mbajnë përpara tyre pikërisht marshuesit, ata i kërkojnë presidentit amerikan që të ndalë financimin e luftrave dhe deportimin e njerëzve, duke lidhur pikërisht me atë se çfarë po ndodh apo se ku konsiston në fakt edhe marrëveshja Rama Meloni, pra për deportimin e emigrantëve kryesisht afrikan, pikërisht nga Italia drejt dhe vendosjes së tyre në kampin e gjadërit në Lezhë, ndërkohë që i cilësojnë pikërisht këto kampe si burgje, ta themi, dhe duke cilësuar si jo kampe për qëndrimi, pra, dhe me standarde, por duke cilësuar si burgje kriminale në një farë mënyrë. Mirë, Fredi, ti do të qëndrosh aty, ne do të rilidhemi sërish bashkë sapo aktivistët të ndalen përpara zyrës së kryeministrit pranë kryeministrisë dhe do të jemi sërish bashkë. Pikërisht, me shumë mundësi normalisht do të përpiqemi që të marrim edhe disa deklarata të tyre. Faleminderit.